Miq, se erdhët të dashur Virgjëresha në letra të fejnë, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj për javën që po vjen. Shikoni, kam 9 letra, në fakt të 10 me një oracle, dhe I kam ndarë në nivele punë, financa, ekonomi, dashuri, në përgjithësi nëse jeni bashkë apo dëshironi një rikthim, sepse kam shumë pyetje për këtë. Dhe kjo e treta do jetë si përmbledhje të gjithë të dyjave, po rezultati I leximit të juaj. Po fillojmë me financat, punën dhe ekonominë, që është radha e parë, që kemi vizionin 4 të ujit dhe 3 të tokës. Vizioni, të dashur, tregon një drejtim të mbrëmshëm shumë të fortë të juajin. Je duke filluar apo duke dashur për të filluar një drejtim të ri. E ndjen që duhet të ndryshosh diçka në punë, në jetë apo në çfarëdo që të jetë. Je duke kërkuar shumë, duke I bluar në përmendje ka kohë këtë si të ta bësh apo si në çfarë mënyre të arrini atje, por sikur jo të vendosur plotësisht. Ajo çfarë mund të them, duhet të ndaloni së kërkuari pafund. Zgjidh një drejtim, të keni një vizion, siç është letra e parë, një drejtim dhe të qëndroni aty. Qartësia vjen nga veprimi, asnjëherë vetëm nga vendimet. Absolutisht është puna e parë që mendojmë, planifikojmë, por që veprimet janë ato që bëjnë lëvizjet apo marrin drejtim. 4 të ujit, që është letra e dytë, është ka mundësi reale përpara te, kogja të rriteni në anën financiare, punë, ekonomi, çfarëdo që të mendoni. Por ajo çfarë sikur nuk po I shikoni, nuk e keni të qartë, sepse je e fokusuar në atë që nuk po funksionon, sikur ta bësh të funksionojë atë, ta bësh patjetër. Mos e krahaso çdo gjë me të shkuar. Nëse mendon që ke patur sukses në atë që çfarë duke bërë tani, nuk është patjetër që do ketë kësaj radhe. Do thotë asgjë me të kaluar. Jep shans asaj që po të ofrohet tani. Mos e refuzo çfarëdo që të jetë për punë apo pa e provuar. Do thotë më mirë të dështojmë sepse ose të pendohemi nga që nuk e kemi provuar. 3 të tokës, të dashur, tregon që kapaciteti jot mund të ndërtosh diçka shumë më të fortë, sidomos me ndonjë bashkëpunim. Tani, ajo që nuk po ecën është ose je duke bërë vetëm dhe me një kapacitet jo të plot, ose nuk po bashkëpunon si duhet me të tjerët. Po flasim për punë, ekonomi, financa. Ndihma konkrete që do të mund të merrni, që thot letra, thot të bashkëpunosh, të mësosh, të marrësh nga të tjerët, absolutisht, dhe të ndërtosh diçka reale, që nuk do të duhet të jetë perfekte. Virgjëresha e ka vese, ka tendencë, duhet çdo gjë të jetë perfekte. Jo. Të jetë reale, s'ka nevojë të jetë perfekte dhe me kohë tregon apo perfeksionohet. Ta them kështu, mundësia është aty, por ti ose nuk je duke e parë, po flasim për punë, ose nuk po e përdor si duhet. Që mund të jetë, nuk e bejtot sot tani, nuk e besoj që mund të jetë kështu, apo të vazhdoj siç di unë dhe mjafton me aq, apo sido që të jetë, mundësia është super reale. Të bëni atë çfarë dëshironi, por ti futeni të fokusoheni në atë që duhet. Dashuria, të dashur, kemi vajzën e ajrit, kemi babain e ujit, që quhen kështu në këto letra, dhe 6 të tokës, të dashur, dhe commitment, lidhje. Tani po flasim për dashuri. Virgjëreshat janë shumë, mund ta shohin të vërtetën në sy, kudo që të është, por problemi është analizat që bëjmë, dhe duke bërë ato analiza sikur ftohim ndjenjat, duke analizuar më shumë, duke menduar më thellë, sikur na e ftofim veten nga gjërat që mund të vinë apo që janë aty. Mos u humb në mendime, virgjëresh. Balanco mendjen dhe
ndjenjat, që është kjo. Mos u mbyll emocionalisht. Babai i ujit të tregon ke ndjenja të thella dhe të sinqerta, kur dashuron apo dhe tani. Por jep pa kufi. Nuk shikon çfarë merr dhe e idealizon personin më shumë se ç'duhet. Gjashtë tokës është ai shpërthimi. Shikoni, shpërthimi, breakthrough, ti mund të krijosh një lidhje të balancuar, të mësosh më në fund të ketë balancë. Këtu është problemi juaj që ka mundësi absolutisht për të balancuar këtë gjë apo të ketë ekuilibër, por dikush këtu jep më shumë dhe shikoj juve të dashur. Vendos balancë, mos prano më pak se çfarë jep dhe kërko reciprocitet. Kjo është ajo që çalojnë virgjëreshat më shumë. Jemi, japim, papritur, apo analizojmë dhe sikur largohemi nga ajo lidhje apo emocionalisht duke analizuar çdo gjë. Nëse do bënim një pyetje, a do kthehet personi që dua, pra ato virgjëresha që presin dikë? Ka mundësi. Kur them ka mundësi është pak me pikpyetje, sepse rikthimi nuk ka vlerë nëse nuk ka ndryshim të dashur virgjëresh. Tani, të kthehet një person që e ke patur dhe është njësoj siç ka qenë, çfarë do të thotë? Shpeshherë themi aman në të kthehet, do ta duroj edhe këtë, po, në fillim ndoshta nga është malli, është dashuria, është, por që prap kthehemi në atë pikë nisje, pikën 0. Rikthimi pra nuk ka vlerë nëse nuk ka ndryshim, nuk të duhet asnjë rikthim nëse është e njëjta situatë, në kuptimin e saj është i njëjti person dhe nuk ka bërë asnjë ndryshim me veten, apo dhe ju vetë dashur. Letra commitment që është kërkon diçka serioze. Këshillën që t'i jep kjo letër tregon potencialin e juaj dhe ku mund të arrini. Asnjëherë të dashur virgjëresha mos u kënaq me lidhje të paqarta. Ose është serioze ose jo. S'ka dhe është dhe s'është. Jo më do por s'mundet, jo më do por zguxon, jo më do por nuk shprehet. Jo, nuk ka. Ose është ose s'është. Zgjidh stabilitetin gjithmonë nga që e meriton dhe ka potencial këtu për një lidhje kogjatë të bukur, por e re, fatkeqësisht të dashur virgjëresh për ato që presin rikthim, një lidhje e re, një dashuri që mund t'ju pres këmbët nga toka. Të them të dashuroheni jashtëmase. Pra, zgjidh stabilitetin dhe jo konfuzionin, siç e kishit deri tani për ata që duan një rikthim. E anja po rezultati është 4 të zjarit, të kaos këtu dhe 8 të ajrit. Ke forcë, pasion dhe drejtim. Ndryshimit i trembësh nuk ke qef fort, sikur diçka po prishet, diçka që nuk është e qëndrueshme bie. Dhe ajo mund të jetë mendimi i jot të dashur. Ke forcë dhe pasion dhe drejtim. Por ajo çfarë ke besuar dhe ajo çfarë ke menduar mund të ketë të bëjë me punën, në fakt, me punën që të merrni drejtimin, mund të jetë me dashurinë dhe ajo që ka qenë që s'ka qenë në fakt e qëndrueshme po bie, është kaosi, është kulla ndryshe. Dhe 8 të ajrit thot, përmban veten në vend me mendime, frikë dhe dyshim. Shikoni këtë mund të jetë shqiponjë, ta quajmë shqiponjë, pendlat po i bien, është nga jo mendimet negative, frika, dyshimi, se asnjëherë nuk do gjej, asnjëherë apo sikur nuk ka shanse, apo çfarë do që të mendoni, janë mendimet negative. Kjo këtu s'ka asgjë të bëjë me realitetin. Por kur vjen pas kullës këtu të dashur, pas kullës është mëse e njerëzore, ta them kështu, të mendoni që në atë çfarë besova nuk ndodhi. Jo çdo person që vjen në jetën tonë duhet të përfundojë me ne. Jo çdo person është i taksur për të qëndruar atje. Çdo person që vjen, qoftë në dashuri, qoftë në punë, qoftë në miqësi, çfarë do të jetë, është aty për të na dhënë një mësim. Mësimet duhet i marrim. Pra,
Mos ke frikë nga ndryshimi. Këto që po mendon ti janë vetëm në kokën e juaj, që s'ka të bëjë asgjë me realitetin veçëreshë. Lësho atë që bie, të largohet ajo që nuk është për ty. Mos e blloko veten me mendime. Në para pra, duhet të shohësh dhe të përdorësh mundësitë që janë pa mas. Duhet i shohësh të dashur gjësh dhe të përdorësh ato mundësi. Në dashuri duhet balancë dhe seriozitet. Nëse s'ka nga ana juaj apo nga ana tjetrit, është të ecni përpara. Dhe të merrni këtë që vërtet e meritoni. Në të ardhmen një ndryshim i madh, nëse vendos të ecësh përpara, që të çon vërtet drejt asaj rruge që dëshironi. Pra, ajo që nuk është e qëndrueshme do bjerë, do rrëzohet, do largohet. Dhe pikërisht aty fillon jeta që ti kërkon, virgjëresha, por duhet veprimi juaj. Të lejoni diçka që është vyshkur, ka mbaruar, nuk po ecën, është njësoj siç ka qenë. Ta lëni pas. Dhe vërtet të ecni aty drejt jetës që kërkoni.